pyetja e parë që u bë, që na u bë ne, për pyetjet nuk pati përgjigje. Dëshmitari holandez Koen Herlar, një herët ekspert i kriminalistikës në Holand, gjatë gjykimit në rastin për pengim të drejtësisë nuk pranoi të përgjigjet ndaj pyetjeve të mbrojtjes së Hashim Thaqit. Kështu avokati i aktit të fundit kërkoi nga trupi gjykues ta detyroj atë të flasë, ndryshe nëse kjo nuk ndodh, dëshmia nuk do të vlejë. Refuzimi i dëshmitarit për t'ju përgjigjur pyetjeve nuk ka bazë ligjore. Rregulla 141 e detyron dëshmitarin të jap dëshmi. Përjashtimet duhen miratuar sipas rregullës 107 ose 211. Këto nuk janë kërkuar. Prandaj kërkojmë që dëshmitari të përgjigjet ose dëshmia e tij të mos merret parasysh. Derisa prokurori potensoi se dëshmitarit i takon të vendosë në çka të përgjigjet. Mbrojtja duhet të bëjë të gjitha pyetjet. Dëshmitari përgjigjet aty ku mundet. Për pjesën tjetër ka qenë i qartë. Ne besojmë se raporti i tij mjafton për gjykimin. Kjo situatë e habiti gjyqtarin, i cili tha se do të merren parasysh të dy palët. Jemi në një situatë të pazakontë, sepse dëshmia kushtëzohet nga vendimet e ardhshme. Presim parashtrimet të mbrojtjes dhe trupi gjykues do të vendosë për mjetet juridike. I njëjti gjyqtar ka ndryshuar disa kushte të lirimit me kusht për Isni Kilajn, Bashkim Smakajn, Fadel Fazliun e Hajredin Kuqin. Të katër këta lejohen të komunikojnë me njëri tjetrin, gjatë kohës sa janë të pranishëm në ndërtesën e dhomave të specializuara në Hag, por jo për çështje konfidenciale në hapësirat publike. Dëshmia e ekspertit holandez është dëgjuar pjesërisht në seancë private. përgjigje po, është saktë.